para se tiki në punë burri gjithmonë më thot, çfarë kemi sot për drek? Edhe unë i them çfarë kemi sot, i thash fasule. Dhe më thot, po nuk i ha. I thash, e di, nuk i ha. Dhe që të bëjmë tani, se nuk i hatit mos bëjmë fasule, do bëjmë fasule. Si që shikoni ujnë e parë, unë gjithmonë u androj se shikoni se si shkumone dhe se sa i pis që delë. Ndaja edhe e ndroj ujnë e parë, pas ta i hedh ujnë e pastër. Si që kuptuat burim, do haj në restorant sot, nuk ka probleme, do ha në shtëpi unë, që më pëlqejnë fasulet. Djali dhe i pëlqejnë dhe si pëlqejnë, po do t'i haj shkreti, se ka mama në shqiptare edhe do mësoj të haj nga të gjitha. Nuk ka të hamë një gjëllë edhe dy, nuk e detyroj, por do mësoj avash me të gjitha, se çdo gjë duhet në dietën tonë, nuk mund të ham vetëm një dy gjëra. Tani, si që shikoni unë ja hedh të gjitha brenda me karotë, qepë, domate, spesa nuk i hodha, kripë, piperë, nuk e askuq më veç salsën, se bëhen më të rënda, ashtu gjëlla me çdo gjë që është e skuqur bëhet më e rëndë, edhe nuk më pëlqen në atë mënyrë. Ndaja edhe i hedh të gjitha brenda, të ziejnë, në fund fare e hap kapakun, që të ziejnë pak kapak që të trashet lëngu. Unë i hedh majdanos, mund t'i hedhni dhe selino, nuk na pëlqen edhe selino, ndaj dhe i përgatit me majdanos, edhe dalin o njerës, jami, të lepini gishta dalin, burim taj nuk e di se çdo haj sot, do një pul të pjekur nga jashtu, pa puna.